Me spritjes dhe ankthit, të hënën vonë mbritën palestinezët e parë të cilëve ju lejua të ktheheshin në rripin e Gazës. Kjo erdhi pas rihapjes së pikës kufitare Rafah me Egjiptin, proces që u shoqërua me vonesa të shumta. Mbritja e tyre ndodhi disa orë pasi një grup i vogël pacientësh të evakuuar për trajtim mjekësor u transportuan drejt Egjiptit. Rihapja e pikës kufitare është hap kyç në armëpushimin Izrael-Hamas, por kryesisht simbolik, me pak njerëz që lejohen të kalojnë, por jo edhe mallrat. E përvojën e saj në këtë rrugë tregoi një palestineze e kthyer. Ushtria më mori mua, nënën time dhe një grua tjetër, 3 nga gjithsej 12 persona. Na mbuluan syt, na lidhën duar dhe nisën të na merrnin në pyetje për gjëra që nuk i dinim dhe me të cilat nuk kishim asnjë lidhje. Autoritetet izraelite thanë se ata dhe Egjiptit do të verifikojnë njerëzit për dalje dhe hyrje. Ndërkaq të martën, një grup tjetër pacientësh u nisën nga Khan Yunis në rripin e Gazës për në pikën kufitare Rafah. Operacioni i evakuimit mbikëqyret nga ekipi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sipas zyrtarëve të shëndetësisë në Gaza, rreth 20.000 fëmijë dhe të rritur palestinez që kanë nevojë për kujdes mjekësor shpresojnë të largohen nga territori shkatruar përmes kësaj pike kufitare.